bredhit I kemi bler këtë tapetin këtu edhe duket shumë e bukur si më përpara. Shikoni. Ndërsa këtë nuk do e lëviz, sepse më duket që është shumë cute. Sepse më pëlqen tani. Ja, kështu. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim në një video tjetër. Ju kam thënë që do kemi video pak më shpesh, sepse jam pushim. Megjithatë, po edhe pse po marr kohën për të relaksuar edhe për të marrë gjërat avash avash, prap jam këtu sepse e bëj me shumë qef dhe kam një pakës për gjigande që e bleva për Black Friday tek vendi ku unë blej skincare koreane këtu në Bruxelles që është një dyqan. Not sponsored by the way. Bëra një super komandë, ju thash para 2 videosh që mungonin skincare, do të thënë drejt fundit, dhe përfitova sepse kishte minus 20% tek website-i dhe bëra ca kërkime që ta zgjeroja pak skincare-in, sepse kohët e fundit e kam pasur lëkurën një shumë mirë, ndoshta edhe nga lodhja, gjë që ka ndikuar, besoj, dhe thash ta pyes ChatGPT-n më bëje një super skincare, sigurisht edhe unë bëra të kërkimet e mia pas ChatGPT-s, sepse ju e dini ChatGPT nuk është gjithmonë 100% I vërtet, por që më bëri një skincare natë dhe mëngjes, do të thënë darkë dhe rutinë mëngjesit dhe rutinë darkë, dhe I mora, dhe më kushtuan diku 120 euro, gjitha këto, shumë avantazh, sepse po t'i merja me shimet normale do më kushtonte shumë. Dhe do ju tregoj se çfarë kam marrë, më ka ardhe një dhuratë, do të thënë me këtë porosin kishte një dhuratë, një mask, një produkt size travel size, do të thënë një size të vogël për udhëtime, edhe mi pas kanë futur këtu, kështu që ju tregoj se çfarë kam marrë, nuk them që doja sugjeroj apo jo, se si kam provu akoma. Okej, janë 2-3 produkte që I kam përdorur dhe I kam pasur dhe përpara dhe më pëlqejnë shumë, por thash që kam shtuar disa gjëra në rutinë që me kohën do ju tregoj. Marr në telefon që mos gabohem kur t'ja tregoj me radhë. Për rutinën e mëngjesit, thot pastroj fytyrën, unë gjithmonë, domethënë rutina e mëngjesit pasi kam lar fytyrën, toner, kam marr këtë. Ta besoj një të firmës Anua 777. Është shumë I mirë thot për lëkurat mikste dhe tendenca akneike që unë e kam, dhe është toner hidratues dhe që stabilizon gjithë lëkurën për pikat e zeza, pikat për fytyrën nëse keni të kuqe dhe me probleme me akneike ose po probleme akneike hormonale. Është ky toneri që po e vendos tani. Mund të aplikoni me, besoj aplikohet edhe me koton, me pambuk ose me durën që si keni të pastër. Kështu që po e aplikoj tani sepse kam pritur këtë moment ta bëj skincare-in, duke ditur se nuk e kam bërë sot, edhe pse është pak pasdite, por që I dini. Dhe me që I prisja dhe këto, hë të bëj një gjë tjetër me ohemën, kështu që më shkoj pak, por që po. Ky ishte toneri që kam marrë dhe kam dëgjuar review shumë të mira dhe unë e përdor këtë markën sepse kam larë si në vajor të kësaj firmës që e kam marrë një këtu që ta kem sepse ai që kisha po mbaroi, është këtu I kësaj markës Anua dhe e mora me që ishte edhe me ulje, kjo është super I mirë. Ta shkrin make-upin me njëherë, me dhanë është yll. Pas tonerit kam marrë një serum që është anti-inflamator, anti-inflamator, si të them shqip, The Beauty of Johnson është ky. Ky serum e këtu. Thot që zvoglon poret, qetëson aknet dhe është 100% safe për breastfeeding për nëna gjithënse. Është kështu. Është shumë cute. Dhe po e vendos tani
pak. Oh, që nga i ftoft. Si që nga i ftoft, apo këshu është ky? Të shojmë se si do na shkoj kjo rutina, por që e darkës është ndryshe. Dhe kështu. Nuk ka asë ndjesi të keq ose ngjitse në kështu. Nuk e di pse kam dy, ndoshta e kam marrë një falas, por më kanë ardhur dy, nice. Vazhdojmë pastaj është krem hidratues që unë e kam dhe e kam përdor, është ky i Dynasty Cream i Beauty of Johnson dhe më pëlqen shumë sepse nuk më lën fytyrën shumë të ndyrshme, është me të vërtet shumë perfekt dhe më pëlqen shumë mënyra se si më lën fytyrën. Është hera e tretë që e porosis. 3 tuba kështu i kam mbaru. Dhe më pëlqen, nuk kam gjetur ndonjë tjetër më mirë se ky, prandaj më pëlqen. Shikoni, se këto janë, unë sikur i kam marrë për lëkurën time, sepse kam pak tendencë aknike lëkurën, kam pore, jam mami gjithën se nuk mund të përdor shumë gjëra, kuptoni besoj. E pas kremit hidratues, gjithmonë vjen kremi i diellit, është edhe ky i njëjtës firmë, Beauty of Johnson, dhe po ashtu edhe ky është hera e tretë apo e dytë që e marr. Sepse ky nuk përdoret 2 herë në ditë, përdoret 1 herë në ditë, kështu që shkoj këtu dhe të vendosim pak. Edhe ky është shumë i lehtë, ta lën fytyrën shumë mirë, nuk ta lën kështu si ku ke llaç në fytyrë, si shumica e kremave diellit zakonisht, dhe prandaj e kam marrë edhe këtë sepse shkrihet menjëherë. Dhe nuk është se ka aromë krem dielli. Voilà, kjo është e gjithë rutina e ditës. Kemi edhe rutinën e natës, që s'po ja tregoj me detaje, thjesht po ju tregoj se 2 produkte janë, është ky serumi. Është ky serumi që kam marrë, besoj një këtë markën Krosk, si të themën. Po. Dhe ky është serumi i darkës. Ky është serumi i darkës, është me esencë karmili. Këtu. Si thuhet, toneri është ky. Kam marrë këtë tonerin e kësaj firmës për në darke. Kështu duket edhe ky, goxha i madh dhe do ju tregoj se si do veprojnë këto. Ju thash më kanë futur një mask, kështu dhurat, dhe gjithashtu më kanë dhënë këtë serumin, po. Është i njëjti. Është i kësaj firmës, por është vitamin C. Voilà, kjo ishte gjithë porosia që unë kam bërë për Black Friday për skincare. Uroj që të më pëlqejnë dhe të veprojnë mirë në fytyrën time dhe mezi po pres t'ju i tregoj. Përshëndetje, po bëj make-up sepse do dalim në qendër. Do dalim në qendër të shohim zbukurimet, meqense Geri është pushim sot dhe unë normal që jam pushim, por që po bëja make-up me këto fuqat e reja dhe nuk më pëlqejnë shumë sepse shikoni si më lën harta. Do të thënë nuk e blend mirë produktin, nuk futen mirë në lëkurë, le të themi. Nuk, si ta shpjegoj, do të thënë
Nuk e di. Ma lenë sikur harta, shumë duhet ta korrigjoj këtë gabim. Duhet ta korrigjoj këtë ballin këtu me këtë. Me këtë poshtë syve dhe nuk më pëlqen. Okej, kjo e blushit është më mirë, ndërsa ajo e pudrës, ajo e liquid foundation nuk është super, gjithashtu dhe kjo e bronzerit nuk më pëlqen. Kështu që nëse keni sugjerime fuqe të mira, më thoni, sepse harxoj lek dhe nuk ishin aq të lira, një kushtonte diku te 7-8 euro, kështu që prisja diçka më wow, por që nuk qenë ka. Por që ja, jam bërë harta, duhet ta korrigjoj. Kështu, do të zgjedh dhe outfitin, në hema po flep, të presim që ajo të zgjohet, ndërkohë që ne po bëhemi gati. Dhe kështu të dalim, ka dalë dielli dhe është kohë shumë e mirë, prandaj jam në humor të mirë. Mendoj të mos marrim karrocën me veten, këtë di si ja bëni ju kur dini në përqendra dhe në vende që ka shumë njerëz, mos t'i bezdisim edhe njerëzit, po edhe vetë mos lodhemi. Do marrim kangurin, kështu që po. Presim, është gjithçka gati, thjesht presim që ajo të zgjohet dhe të marrë unë këtë make-upin. Dhe përdor këtë pudrën e Huda Beauty që e kam që vjet. U bë gati fix një vit është bërë që kur e kam. Një vit është bërë që kur e kam dhe është super e mirë, t'ju them drejtën. Më pëlqen shumë. E keni vënë re që këtë fjalën t'ju them drejtën e kam si firmë. Firmë timen. Kështu që po rregulloj edhe këto. Nuk e di se çfarë do vesh, por besoj do vesh aks nga këmbët sepse nuk po vjen shi, dhe shkoj e thatë. Edhe jam shumë rehat. Dhe do vesh ndoshta atë xhaketën e gjatë ngjyrë vishnje, edhe jeans edhe një pullover. Sepse kur e mbaj, nëse do e mbaj mirë unë njëherë geri vajzën në kangur, por kur e mbaj unë nuk e di, janë hormonet e postpartum, po bëhem ujë në djerës, do të thënë kam shumë zërt, jam rrallë, që kur jam qenë shtatzan, rrallë mund të kem ftoft, do të thënë them ngriva ftofti, jo, është e kundërta. O bësa nxehtë. Kështu që tani kur dal, nëse kur jam edhe në punë, gjithmonë vendos një gjë, veshi një gjë poshtë që e di që mund dal me atë gjën nëse heqi pulovrën, në kap papa, dhe kështu. Si tip menopauze, pak shumë. Por që po, ja, e rregullova besoj super këtë pjesën. Ka ngel të bëj rimelin, vetullat, buzët i bëj në fund sepse unë e putha hemën, kështu që i bëj kur të dalë jashtë. Nga një ditë tjetër, kam kaluar disa ditë në fakt dhe nuk kam filmuar, nuk kam hapur vlogun, sepse kemi qenë në Budapest, në Hungari me Edonën dhe nuk kam filmuar, do t'i ndiqni gjithë aventurat tona tek
vlogu i Edonës, Edona Osmanaj këtu në YouTube, por mund të ndiqni edhe në Instagram sepse aty kemi postuar një super content, do me thënë kemi pasur 2 ditë intense me 2 beba, mund të imagjinoni vetë, dhe ja kemi dalë shumë mirë me contentin, do me thënë e kemi bërë super. Gjitha ato që kishim mendje se ku je një content creator i ke ca gjëra në mendje dhe thua o do i bëj edhe thua duhet t'i realizoj patjetër. Kështu që ne i kemi realizuar dhe jemi kënaqur pa fund. Mezi po pres të shoh vlogun e Donës këtu dhe po nuk kam filmuar, jemi kënaqur, ishte në fakt intens sepse ishin shumë pak ditë, domethënë shkuam në darkë, kemi mbrojtje nga ora 5, kishim ditën e nesërme edhe pastaj ditën e dytë kemi pasur fluturime të herët. Unë në orën 6 ndërsa Edona në orën 7 të mëngjesit, por nuk e di ka qenë një ndër udhëtimet tona të mia më të bukura, më të veçanta, sikur njiheshim për kohësh me Edonën, të them drejtën. Super, energjia ka qenë ajo që dëshiroja të mirja dhe me vërtet që kisha shumë nevojë. Por kemi udhëtime tjera dhe do filmojmë. Para se ta mbyll këtë video, se nuk e di se sa ka gjatë ka dalë, thash që bëj një haul me disa gjëra që kam bler për Black Friday për Ohemën, se për veten nuk kam bler asgjë, të them drejtën. Ja kam treguar në Instagram, por thash t'ju ja tregoj edhe këtu. Prandaj ju ja kam hequr qeset dhe janë pa qese. Kështu që po, tash ja tregoj, mendova pse jo dhe më ka marrë me vërtet goxha lirë dhe arsyeshëm me çmimin, përderisa ishin me Black Friday, thash pse jo. Kam marrë këto pantallonat pink. Mendoja që ishin pak më të trasha, por jo, po s'ka gjë sepse tani ndihmoj ja vesh me geta ose me tuta poshtë. Edhe ja marrë 9 deri në 12 muajsh, po të njëjtat ja kam marrë edhe në ngjyrën bardh. Këto. Dhe kemi një photoshoot dhe po mendoj që ta vesh mu fik kamera, s'kisha më dhënë kamera, kështu më desh të shihet ca gjëra dhe do të blem një kartë memorie para se të udhtoj përsëri. Dhe po thoja që kemi një photoshoot për festat e fundvitit, javë të diel, edhe mendoj t'ja vesh i vajzës këtë me këtë bluzën që e kam bler dhe këtë tek HM-ja me Black Friday, gjitha këto vijnë nga HM-ja, që më duket shumë e lezetshme në ngjyrën beige. Po, beige. Shikoni sa cute është kjo jakë këtu, shumë e bukur. 9 deri në 12 muajsh. Mora shumë çorape që një palë thash që provoj nëse i bin, nga marrë këto ngjyra të beige, kafe, po që ishin super të trasha, edhe tani për ndimër janë shumë të mira, me këto që nuk rrëshket, edhe janë 4 palë. Gjithashtu mora 2 palgeta, nuk e di ku është tjetra. Mora këtë bluzën pink. Kjo është shumë e trashë, të them drejtë. Duket është lesh 9 deri në 12 muajsh. Dhe qershia në fund, mora këtë setin e kuq tani për festa, që ishte me këtë bluzën kështu. Shikoni. Shumë cute. Shikoni pak sa të lezetshme i ka këtu krahat në fund. Dhe bashk me tutat, që janë set. Nuk janë këta shumë cute. Mezi po pres t'ja laj edhe t'ja vesh. Këto ka marrë, sot dolëm sepse bëm pak shopping edhe për mu dhe Gerin për të veshur outfitet për, ju thash për photoshooting, marrë edhe diçka të vogël, por po përtoj ta marrë, thjesht ishte një fustan jeans me një bluzë të bardhë, shumë bukur te Seaja. Tani do e mbyllum këtë vlogun, uroj çdo të mirë për juve dhe ne së bashku do shihemi në vlogun tjetër dhe do udhëtojmë, se herë kemi një vlog udhëtimi. Se ku, se me kë, do e shikoni këtu. Ju përshëndes dhe shihemi në videon tjetër. Ciao!